ma shumë kalojnë kabinetet qeveritar në zyrët e prokurorisë se sa në zyrët e qeverisë. Dhe domës këto 4 vite që ka ndodhur, do t'i kthehet për te përmirësu. Cila është doma më e madhe do të vëti, marrëveshja që shkurti në orë. Njerëz që kanë filluar me po me neveri takimin e kësaj seance me politike asnjëherë, dhe në vazhdimsi e qëti shtromi rregullet një ditë po, një ditë jo për të takuar, por ne edhe sot kërkojmë që Partia e Parë ta menaxhon detyrën e vetë, përgjithësinë e vetë që dal nga nënda të shkurti, ajo është që t'i jep mundësi që Kuvendi Republikës të konstituohet sipas një marrëveshje eventuale që arrihet, dhe të hynë në fazën e ndërtimit dhe legitimimit të Kuvendit. Pyetja jo më pak e rëndësishme ka të bëjë që duhet ta kuptojmë që 2 binarë, sikur në rastin e parë, edhe procedurë, edhe politikë, marrëveshje politike, edhe deputet, edhe ministër nuk mund të funksionon qeveria në detyrë, sepse po e shihim në ditëve të fundit që ma shumë kalojnë kabinetet qeveritar në zyrët e prokurorisë se sa në zyrët e qeverisë. E datë kohë që mbetën pas investimeve për gjetjet dhe dyshimet e bazume që prokuroria shtetit dhe organet i kanë për gjithë autoritetet e këtij kabinete qeveritar, ata po vazhdojnë me bë vendime kundër kushtetutës që është apozimi i pastër me pushtetin. Kjo nuk kupton se duhet të sanohet, duhet të largohet konflikti i interesit me ata përfaqësues kabinet që kanë kompetimin për deputet. Praktikisht, edhe kjo e ngarkon edhe mund të ndikon në arritjen e një marrëveshje politike eventuale. Me grupe politike që vërtet nuk dojnë asnjë formë me leju që frima kushtetutës edhe shkelja kushtetutës vendos çdo ditë, edhe mos u parandaloj. Megjitha, një agjendë e shtëpisë Bardh që në tavolinë është aktive tash e disa vite dhe që ka shkaktuar marrëdhënie të kushtuara të kësaj qeverie dhe të kryeministrit në detyrë, edhe me BE-n, edhe me qeverinë amerikane, edhe me qeveritë partnere, po vazhdon të jetë kërkesë e jonja që përmes një qeverie kalimdare të mos presin që të krijojnë situata ku vjen një qëndrim sikur që ndodhi shtunën e fundit nga presidenti amerikan zoti Trump, i cili rastin e Kosovës e nënvizoi si ndërhyrje të tij në rrugën e paqes, dhe domës këto 4 vite që ka ndodhur do t'i kthehet për te përmirësu. Cila është doma më e madhe do të vëti, marrëveshja që shkurti në orë. Nga perspektiva jonë, nga ajo që ne lexojmë, kjo është ajo që Kosova që ka se dorë më madh, por konfirmimi që do të rikthehet në kupton që duhet jemi gati, do të jemi përgatitur dhe qeveria do të ketë legitimitet, Kuvendi do të jetë funksional, në mënyrë që të përballohet çdo kohë kur mund të ketë një thirrje, sepse ajo mund të vjen çdo kohë. Sikur në rastin e takimit të bashkë të Bardh për shtu, zoti Hoti për arritjen e marrëveshjes me 4 shtator ka qenë e shpejt, e programuar, edhe kushtuar me ftesa që të shkohet delegacioni dhe përbërja delegacionit është konfirmuar, përkundër që zoti Thaçi si president mund dalë në Vjenë për shkak të paralajmërimit doma specializuar, ndërsa zoti Hoti si kryeminist ka marrë rolin edhe ka përfaqësuar Republikën e Kosovës në realizimin e asaj marrëveshje. Ne jemi këtu me konfirmuar një herë që opcioni i LDK-s për qeveri kalimtare dhe ndërtume në parime dhe në dakordime, në parime dhe të dakordohemi për agjendën dhe për formatin e kësaj qeverie në mënyrë që të përballet këtë kjo agjende përbashkët në interes të Republikës Kosovës. Opcione tjera që janë politike, Partia e Parë nuk po arrin me ndërtu marrëveshje për me ndërtu qeveri, dhe Partia e dytë në opcionin e një bloku kundër Partisë së Parë, po ashtu është e shkurt në arritjen e një legitimiteti. Ne dëshirojmë që në racional, konkret dhe të zbardhur para qytetarëve. Ne nuk mund dalmi me propozime as të rasti parë, as të rasti dytë me diçka që nuk po arrihet më maksimalizu dhe me mri një shumicë politike në kuvend.
Dhe nëse nuk arrit një shumicë politike, atëherë vetëm është proces i destinu me dështu, me abortu para se në fillu. Dhe nga nuk merr pjesë këto procese. Kështu që opcioni jonë që ne fidon edhe Partia Bardhë dhe Partia Dytë më shumë, është që mbi gjitha vlerësohet qytetari i Republikës tonë, njerëz që kanë fillu me pa me neveri takimin e kësaj seance dhe me shtu presionin që të arrihet që të funksionalizojnë organet e dalur nga zgjedhjet e Mall Shkutit. Fatkeqësisht edhe më tutje ne po insistojmë se të një takim i madh ka ndodhur për këtë opsion, ka pas komunikim politik mes liderëve politik, por Partia Bardhë ka reagu ende pa dëgju mirë, ende pa lexu mirë, deri në fund dhe ende pa kuptu propozimin tonë, kam fillu me reagime dhe me shkaktu shpeqer edhe ato që quhet gare pështymës në procese politike, duke mos i dhënë mundësi me diskutu një propozim, një opcion i cili mund të jep dhe ne besojmë që është vetëm një opcion që mund të jep zgjidhje krejt kësaj krize politike që po shkaktohet nga Partia Bardhë. Imi liderëve zyrtarë gjithmonë mund të jetë në vende jo formale, por është gjithmonë i tillë, po ka pas takim edhe të presidentit e Republikës, që e dini, ka qenë takim i ftuar për të dalë nga kjo situatë, ku opcioni i LDK-s po ashtu është diskutuar. Nani? Nuk ka legitimitet askush në këtë fazë, këtë periudhë kohore që jemi, me përfaqësu Republikën e Kosovës në asnjë nivel, në asnjë format dhe në asnjë takim sa i përket dialogut për normalizim Kosovë-Serbi. Sepse ka shumë paqartësi nga vetë BE-ja, ndërmjetësi i mandatuar nga OKB-ja, ka shumë zhvillime rajonale që janë përtej këtyre që Kosova ende vazhdo të quhet normalitet, veprimet dhe reagimet kanë shku deri në nivel të konflikteve ushtarake. As kryeministri nuk ka mandat me përfaqësues fasbasmi me deleguar të dikush tjetër çështën e dialogut. Duhet me funksionalizu roli i Kuvendit të Republikës, i cili e mbikëqyr procesin e dialogut, duhet mos zgjedh qeveria që me legitimitet ri dhe mandej duhet më ndërtu një konsensus sa më i gjerë në mënyrë që kryeministri i ardhshëm me shku me përfaqësu. Në anën tjetër unë e thash, për ja konfirmoj edhe një herë, qeverinë detyrë me konflikt interesit pastër, duke shkel kushtetutën, sepse edhe deputat edhe ministër nuk mundet, dhe kushtetuta ajo në fryma kushtetutës nuk e lejon, dhe mbi gjitha ministrat pa shumë po kalojnë kohën prokurorisë në qeveri, por vendimet që janë të sjellë janë kundërligjore dhe me pasoja. Faleminderit shumë ditën e mirë.